fundit në Shqipëri është vënë re një rritje e rasteve me ishemi, goditje cerebrale dhe aksidente cerebrovaskulare. Këto janë ndër shkaqet kryesore të vdekshmërisë dhe individualitetit, duke prekur jo vetëm moshat e treta, por gjithnjë e më shpesh edhe të rinjt. Faktorët kryesorë që po ndikojnë në këtë shtim janë hipertensioni i pakontrolluar, diabeti, obeziteti, pirja e duhanit, stresi i lartë, mungesa e aktivitetit fizik dhe ushqyerja e pashëndetshme, ritmi i shpejtë i jetesës, emigracioni dhe mungesa e kontrolleve periodike mjekësore e përkeqësojnë situatën. Goditja cerebrale ndodh kur ndërpritet furnizimi me gjak në tru ose kur një e ngjaku qahet. Shenjat paralajmëruese përfshin mpirje të papritur të fytyrës ose gjymtyrve, vështirësi në të folur, humbje ekuilibri dhe dhimbje të fortë koke. Ndërhyrja e shpejtë mjekësore është jetike për të shpëtuar jetën dhe për të minimizuar dëmtimet. Parandalimi mbetet arma më e fortë. Kontrolli i tensionit dhe i sheqerit në gjak, ndalimi i duhanit, aktiviteti fizik i rregullt, dietë e balancuar dhe vizita të rregullta te mjeku. Ndërgjegjësimi publik dhe edukimi shëndetësor janë thelbësor për të frenuar këtë fenomen shqetësues. Si që kuptuam përmes insertit, sot do ndalemi tek shëndeti dhe do flasi për rastet e ishemisë, goditjet cerebrale dhe aksidentet cerebrovaskulare në Shqipëri dhe rritjen e numrit të pacientëve të prekur nga këto komplikacione shëndetësore. Por ajo çfarë është më shqetësues është fakti që sot po preken jo vetëm moshat e treta, por edhe njerëz aktiv në punë, në lëvizje që deri dje mund mendonin që ishin në gjendje të mirë shëndetësore. Çfarë po ndodh me trupin tonë? Çfarë po bëjmë gabim dhe pse po e kuptojmë rrezikun vetëm kur është vonë? Të gjitha këto i diskutojmë sot me një kardiologe, Gjollushe Meça Hasani, dashur mirësevjershme për të folur për një temë kaq të ndjeshme që për hir të vërtetës rastet po rriten dita ditës në vendin tonë. Çfarë po bëjmë gabim? Çfarë po na shkakton ishemi? Problemi është që të gjithë faktorët e rrezikut që përmendën dhe në insert, sigurisht që dhe ato tek e tek kanë filluar të rriten. Do të thonë po rriten individët që zhvillojnë hipertension. Nëse më parë mosha e hipertensionit ishte mbi 50 vjeç, tani kemi dhe të rinj që po vojnë nga hipertensioni. Po rriten individët të cilët kanë diabet, po shikojmë më shumë njerëz që kanë dislipidemi, më shumë njerëz që janë obez, që janë mbi peshë, dhe të gjithë këto faktorë sa më herët të shfaqen, aq më herët do të na shfaqen dhe ndërlikimet e këtyre kombinimit të këtyre faktorëve të rrezikut. Do të thënë, është ulur mosha e shfaqjes së sëmundjes, sepse është ulur dhe mosha e shfaqjes së faktorëve të rrezikut në moshë më të hershme. Nëse i referohemi të dhënave të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, obeziteti tek fëmijët është shtuar mjaft ndjeshëm. Do të thënë 1 në 5 fëmijë është obez, po ky fëmijë obez në të ardhmen do zhvillojë një ngjarje ose një aksident cerebrovaskular shumë shpejt në dekadat që vijnë. Kështu që sa më shpejt i kapim ne dhe sa më mirë ti trajtojmë të faktorët të rrezikut, aq më shumë do të minimizojmë riskun për të zhvilluar një aksident cerebrovaskular në dekadat e vazhdueshme. Ajo që ne theksojmë sot fort është stili i jetesës. Jo më larg, para një viti, në Kongresin Evropian të Aterosklerozës u theksua që të kemi një stil jetese të shëndetshëm, pasi u pa dhe u reklamua që një stil jetese i shëndetshëm reduktonte vdekjen në masën 50% e femra dhe 52% e meshkujt. Shikoni se sa e rëndësishme është që ne të ushqehemi në mënyrë të shëndetshme, dhe ushqimi në mënyrë të shëndetshme është jo vetëm që ti zgjedhim këto ushqime, por të mos neglizhojmë vaktet, të ham në orare të caktuara, një aktivitet fizik po kështu i shëndetshëm, rekomandohet 150 deri 300 minuta në ditë, edhe një mirë menaxhim i stresit. Janë 3 elementë shumë të rëndësishëm që individi duhet t'i bëjë vetë. Janë elemente të cilat nuk rregullohen me një kokër. Ajo çfarë vëmë re si specialist të shëndetit parësor është që në vendin tonë, sepse çdo gjë duhet ta lidhim me kontekstin tonë, është që e kemi të vështirë të pranojmë, të trajtojmë hipertensionin në mosha të hershme, dislipidemin në mosha të hershme, çrregullimet e metabolizmit të yndyrnave dhe diabetin, sepse nga frika që nëse ne fillojmë shpejt mjekim, çfarë do bëjmë në të ardhmen. Dua ta theksoj këtë gjë, sepse është puna jonë e përditshme, që sa më shpejt i trajtojmë këto gjëra,
aq më dobiprurse do jetë për shëndetin e një individi, sepse kur këto nuk trajtohen mirë, hipertensioni, dislipidemia, diabeti, nëse ne nuk urim disa kilogram, atëre është e sigurt që ne do kalojmë në ndërlikime nga këto faktor rreziku, që janë dëmtimet e trurit, siç u tha ishemia, sepse të njëjtët janë faktorët e rrezikut, si për sëmundjet cerebrale, ashtu dhe për sëmundjet e zemrës, ashtu dhe për shëndetin në përgjithësi, për sëmundjet malinje. Faktorët e rrezikut njësoj janë, pavarësisht se dikush faqet me infarkt, dikush faqet me goditje në tru, diku tjetër me dëmtime të veshkave, ose me ndërlikime të tjera, si që janë dëmtime të sy ose të enëve periferike. Doktoresh, a ka shenja paralajmëruese një goditje cerebrale? Një goditje cerebrale, shenjat janë kur ajo ndodh beftas. Më kupton? Hipertensioni lart i vazhdueshëm. Ne duhet të theksojmë që të gjithë këto faktorë rreziku janë pa shenja. Dhe nëse këto trajtohen, 80% e këtyre ndërlikimeve parandalohen. Shiko sa e rëndësishme është që ne ti kapim herët dhe ti trajtojmë sa më herët. Nuk të ndodh asgjë, them dhe pacientëve të mi. Më shumë dëm ke kur ti nuk e trajton se sa nga medikamenti. E kanë shumë frikë dhe fobi medikamentin. Miti tjetër në vendin tonë është që këto janë sëmundje të vjetërve. Ka rënë ky mit. Tani sëmuren dhe të rinjt. Pse smuren? Janë ato faktorët që ne thamë, mungesa aktivitetit fizik, që lë për të dëshiruar. 1 në 5 vetat, sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, 80% e fëmijëve nuk bëjnë aktivitetin fizik të rekomanduar. Shiko se sa shifër e madhe është për këtë fëmijë kur ky të shkojnë në moshën e adoleshencës ose adult. Se ky nuk ka bërë aktivitetin që në fëmijëri, ky është obez që në fëmijëri, dhe këto gjëra do të ndikojnë dhe në të ardhmen e tij. Sa më shpejt i trajtojmë këtë faktor rreziku, më pak ndërlikime do të kemi në të ardhmen. Pra, shenjat apo njerëzit që kanë prirje të kenë ishemi apo goditje cerebrale në dekadat e ardhshme janë njerëzit që janë obez, tham, që zhvillojnë hipertension, fizik, që nuk kanë hipertension, që kanë hipertension, që kanë diabet, dhe duhet punojnë që të reduktojnë një individ, kur verifikon këto gjëra, duhet të kundërvihet këtyre. Si kundërvihet? Duke trajtuar sa më mirë tensionin, duke mbajtur në kontroll vlerat e sheqerit të gjakut, duke rënë në peshë, duke shtuar aktivitetin fizik, sepse janë gjëra që nuk kërkojnë kosto të madhe. Kosto më të madhe do smundja, se sa parandalimi. Mirë, po faktori genetik, sa ndikon tek ishemia dhe te goditjet cerebrale? 10%, por nëse ti... Në qoftë se dikush ka një gjysh, një gjyshe, një të afërm, një familjar... Kjo është një gjë e mirë për pasardhësi, sepse ti e di pikën e dobët të pemës tënde familjare dhe mund t'i kundërvihesh tyre. Dhe si i kundërvihesh? Duke trajtuar mirë tensionin, duke trajtuar mirë diabetin, duke trajtuar mirë yndyrnat, duke bërë aktivitet fizik. Kështu që është gjë e mirë që ti e njeh këtë problem, pavarësisht se ka qenë gjë e keqe që në pemën tënde familjare është... Por ndikimi është 10%. 10%, por mundet që gjenetikën ti ta lësh në gjumë të heshtur nëse ti bën këto gjëra që të rekomandon mjeku. Gjithë problemi është e mentaliteti që nuk e pranojnë, që mendojnë që nuk kam gjë se nuk ndjej gjë, të gjithë këto faktorë që tham janë faktorë të heshtur. Më thonë, hipertensioni nuk ka shenja, diabeti nuk ka shenja, zhvillimi i dislipidemive nuk ka shenja, obeziteti nuk ka shenja, ka gjëra të përgjithshme, dobësi, ndonjëdhimje e koke, por këto janë element të përgjithshëm, nuk janë element specifik që ti ke tension. Janë gjëra që maten shumë lehtëshëm, nëse ti ke tension me një matje të thjesht me një aparat në shtëpi, nëse ti ke sheqer të lartë me një analizë gjaku që është shumë e lirë, bëhet kudo, bëhet falas, bëhet e check-upi, bëhet në qendrat e specialiteteve, nuk kanë kosto. Nëse ti ke yndyrna dhe kjo është me një analizë të thjesht gjaku, shiko se sa jetë ne mund të shpëtojmë në dekadat që vinë, vetëm me 3 ekzaminime shumë të thjeshta. Thjesht duke qenë vigjilent, kaq. Që duhet të pranojmë problemin që kemi, është hapi i parë, që duhet të trajtojmë atë, që nuk duhet i ndahemi mjeku të familjes dhe specialistit aty ku në zonën që jemi, pasi një individ duhet të drejtohet e mjeku dhe të thotë sa shanse ka mu në dekadat që vinë që të zhvilloj smundje kardiake ose cerebrovaskulare me këto element që kam, sepse duke pas një kontakt
kontakt të rregullt, sigurisht që do minimizosh rrezikun. Ne i kategorizojmë njerëzit në rrezik të ulët, të mesëm, të lartë dhe shumë të lartë. Në momentin që ti merr kontakt me mjekun dhe këtë rrezik ti vetëm me mjekun tënd mund ta bisedosh, se në çfarë shkallë rreziku je, aty kupton se ku ke shkallën e rrezikut më të lartë dhe në kombinim me mjekun ti ul shkallën e rrezikut. Nëse je te shkalla e mesme, sigurisht që mjeku do ndërhyj të japi më shumë garanci duke ulur shkallën e rrezikut. Dhe këto janë disa masa shumë dobiprurse për individin në vazhdimsi. Doktoresh, është krijuar një mendësi në opinionin publik që të rinjt sot po kanë më shumë probleme me zemër se që kanë patur të rinjt e dikurshëm para 20 apo 30 viteve. Përse po ndodh kjo? Nuk po jetojnë të njëjtën jetë. Po pinë më shumë pije energjike. Pa rastin në Durrës, vetëm 17 vjeç dhe pse mund të ketë patur disa specifika të tjera. Konkretisht, për rastin nuk mund të them, sepse ka dhe gjëra kongenitale të arterëve koronare që ushqejnë musklin e zemrës dhe mund të na ndodhin vdekje të papritshme. Ka aritmi, domethënë të trashëguara që ne nuk e dim kush është shkaku konkret. Nëse nuk kemi bërë kontrollet e duhura. Po të rinjt sot çfarë po bëjnë gabim? Të rinjt nuk po bëjnë aktivitetin fizik të rekomanduar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, të rinjt po pinë shumë pije energjike dhe të gjitha këto ndikojnë në rritjen e tensionit kur pijen në sasi të madhe. Nuk po them një pije në 6 muaj, sepse s'duhet edhe ti terrorizojmë njerëzit. Sigurisht që bëhen shkak pijet energjike për shkak të përbërësve që kanë që të rrisin shkallën edhe për aritmira të ndryshme. Të rinjt nuk po ushqehen shëndetshëm. Gjithashtu, duhet ta pranojmë që të rinjt në mosha shumë të hershme fillojnë konsumimin e alkoolit, të duhanit dhe të drogave. Ndalemi pak këtu. Efekti që ka alkooli, duhani dhe përdorimi i drogave tek ishemia, tek goditjet cerebrale dhe tek ky komplikacion që për së vërtetës mund të jetë edhe fatal për një grup moshë kaq të re. Përshpejtojnë procesin e shfaqjes së sëmundjes sepse e mbajnë trupin në inflamacion kronik. Dhe sa më në inflamacion tje trupi, aq më shumë do shfaqi ndërlikime në pikat e dobta që ka trupi një individi. Po jetojnë keq, po ushqehen keq, nuk po bëjnë aktivitetin e rekomanduar, sigurisht që do shfaqin shumë më tepër probleme kardiovaskulare që janë pikat e dobta të shëndetit të një njeriu. Pra konsumi rregullt i këtyre të trejave mund të çojë deri në ishemi. Mund të çojë deri në ishemi. E qartë. Doktoresh, ne kemi patur një deklarat në fakt në këtë studio dikur që lidhej me alkoolin edhe me rakin në shoqërinë tonë. Për fat keq jemi një popull piedashës, ndonjëherë dhe me tepri, dhe mjeku që ka qenë i ftuar në studio ka thënë që dhe 2 gotë rakin në çdo ditë për një kohë shumë të gjatë e rrezikojnë shëndetin e individit, qoftë edhe nga goditjet në zemër. I bashkoni kësaj deklarate? Ne tani në studimet e fundit rekomandohet që të mos pihet fare ose vetëm në fundjavë një sasi fare e vogël. Kështu që alkooli dihet që është shumë i keq për shëndetin, qoftë në persona të cilët edhe që vuajnë, po edhe që nuk vuajnë nga këto, sepse ruajtja e shëndetit është proces, nuk është me fushata. Dhe këtu dua të ndalem, sepse duke u parë nga këndvështrimi një specialiste të shëndetit parësor, e shoh që njerëzit sensibilizohen kur kanë bërë një ngjarje kardiake ose një goditje, një ishemi në tru. Nuk është kështu. Ne duhet të mos bëjmë parandalim sekondar, sepse në momentin që ai vjen, kur ka kaluar një ngjarje, nuk i lë gjën në dorë mjekut. Do të thënë i lë vetëm shumë pak hapësirë që mjeku të merret që mos ndodhi një ngjarje e dytë. Por në fakt roli i shërbimit parësor nuk është të ndalojë ngjarjet të dyta, është që ne të mos arrim te ngjarjet e para dhe siç e thash dhe më sipër, 80% këto parandalohen. Kështu që gjithmonë ne i kushtojmë vëmendje çdo elementi i cili mund të jetë jo pozitiv në të ardhmen e një individi, siç është konsumimi i alkoolit ose mjafton neve të dim faktet që 8 milion njerëz në botë vdesin nga përdorimi i duhanit. Shiko sa shifër e madhe. 10 milion vdesin nga ato që vuajnë nga hipertensioni. Dhe a mundet të vdesësh nga hipertensioni kur hipertensioni mbahet nën kontroll me një medikament? Domethënë janë gjëra që në një farë mënyre me stilin ton të jetesës ne i zgjedhim vetë. Kur mundet këto të janë shkalojmë. Kjo ndodh sepse njerëzit nuk e pranojnë që vuajnë, 50 e atyre që e pranojnë nuk e trajtojnë si duhen,
por nuk do të thotë që merr një medikament dhe ti je atje ku duhet. Domethënë ka ta ndisen shumë pak njerëz të cilët e kanë në kontroll. Dhe thuhet në studimet e fundit, nga 10 veta për shembull që vuajnë me hipertension, vetëm njëri e ka në kontroll. Shiko sa shifër e ulët është. A kupton? E vigjilencës. 9 veta nuk e kanë në kontroll, kur një individ e ka. Doktoresha, me qenë se përmendet hipertensionin, automatikisht lindin pyetje tjera. Ka një lidhje midis pirjes së kafes, hipertensionit, ishemisë dhe goditjeve cerebrale? Nuk ka studime që kafeja rrit tensionin. 2-3 kafe në ditë janë brenda normës. Brenda normës. Sigurisht edhe kjo është pak e personalizuar, sepse ka njerëz që nuk i tolerojnë dot 3 kafe, ka njerëz që ndihen mirë me një kafe dhe ne i rekomandojmë pacientëve që nëse ty kafja nuk të jep pagjumësi, sepse dihet për efektet që kanë në gjumë dhe nuk të jep aritmi, mund t'i konsumojnë 2 deri 3 kafe dhe thuhet që kafja më e mirë është kafja e filtrit. Por kafja nuk është përgjegjëse që të zhvillojë hipertensionin apo goditjen në tru. Ajo që është më e rëndësishme është kufizimi i kripës, sepse kripa nxit tensionin dhe dua të ndalem pak edhe tek mënyra e ushqyerjes, sepse dihet që sigurisht që ka ndikim në zhvillimin e hipertensionit ose të dislipidemive. Njerëzit të cilët vuajnë nga hipertensioni duhet konsumojnë ushqime të cilat janë të pasura me kalium, siç është banania, siç është shegja, siç është boronica, që kanë edhe efekt oksidativ, do me thënë që janë i ulin toksinat e trupit. Qartë, pra ulin radikalet e lira. Ulin radikalet. Detoksifikojnë. Po, detoksifikus dhe duhet të kenë kujdes vetëm individët për këto ushqime që unë thash, individët të cilët vuajnë nga insuficienca renale, sepse dihet që këto kanë pak rritje të kaliumit. Pastaj rekomandohet dieta dash dhe dieta mezetare, e cila ka sa më tepër perime, fruta dhe reduktim të yndyrnave shtazore. Një ushqim i shëndetshëm, një mirë menaxhim i stresit, dhe këtu duhet të ndalemi pak, pasi ju e keni dëgjuar dhe nga kolegët psikiatër, të cilët kemi rritje të nivelit të stresit. Poshtohen shumë të rinj, po edhe jo vetëm të rinj, të cilët kanë çrregullime të ankthit, të depresionit, edhe kjo nuk na ndihmon për sëmundjet kardiake dhe të trurit. Sa më shumë rriten stresantet e jashtëm, aq më shumë rriten dhe pacientët me stres. Sepse e tham që inflamacioni gjithmonë është, trupi është në alarm dhe gjen pikën më të dobët ku mund të çdo. Doktoresh, çfarë ndryshon me jetën e individit pasi pëson një ngjarje, ju kështu e quajtët pak më parë? Çfarë duhet të ketë kujdes më pas? Është e çuditshme, sepse pasi pacientët kanë bërë bypass, bëhen njerëz zakonisht të rregullt. Flas për njerëzit që e kuptojnë se ka jo gjithmonë ndodh kështu. Bëjnë aktivitet fizik. Ne kemi individ aty të cilët bëjnë nga 10 kilometra në ditë. Mund të ketë një rutinë normale. Po. Unë kam pacientë të cilët kanë mbi 25 vjet që janë operuar, kanë bërë bypass dhe bëjnë një jetë shumë të mirë, por tham që është pas një ngjarje që ai ka kaluar. Që ndryshon stili. Sepse aty ai bëhet i ndërgjegjshëm për kontrollin e tensionit, bëhet i ndërgjegjshëm për kontrollin e yndyrnave, për mënyrën se si duhet të ushqehet, edhe për aktivitetin fizik. Pra lën cigaren, lën çdo sjellje pashëndetshme. Lën çdo gjë, por e lën pasi kanë bërë një. Ndërkohë që ne gjithmonë ju themi pacientëve që kjo gjë mund të anashkalohet, kjo do me thënë ti nëse je i kujdesshëm për të mbajtur në kontroll tensionin, diabetin, nuk janë sëmundje. Nëse ti mban në kontroll, edhe pse me medikamente, nuk janë sëmundje. Por është ajo që unë thash që i neglizhojnë, nuk përdorin dozat e rekomanduara, mendojnë që ndihen mirë se nuk ndjejnë gjë, por e tham që këto janë sëmundje pa shenja dhe nuk e kuptojnë rrezikun, e kuptojnë kur ngjarja ka ndodhur. Qartë, doktoresha, një pyetje e fundit përpara se të përshëndetemi, një aparatur me një fushë elektromagnetike që vendoset pranë zemrës pasi një pacient ka patur një ndërhyrje në këtë organ të qëndësishëm. Sa e thjeshtë do të jeta për këta individ që ka nevojë për një pajisje që stimulon rrajt e zemrës? A keni fjalën për pacemaker? Por kjo është e rekomanduar te pacientët të cilët bëjnë blok
Në moment që ritmi i tyre nuk është normal dhe nuk hyn, atëherë ndihmohet me këtë aparaturën që është një aparat që vendoset nga mjeku specialist kardiolog aritmolog, nuk është se bëhet në kushte spitalore. Dhe kjo ndihmon individin që të ketë një ritëm të rregullt. Sa vështirë është jeta për këtë individ? Asë jetë normale. Është jetë normale, mund të bëhet aktivitet sportiv? Si gjithë të tjerët. Gjithmonë e rekomandojmë aktivitetet të moderuara. Okej, qartë. Mirë, faleminderit shumë. Falenderoj me dashur. Edhe unë ju falenderoj që ju gjithmonë publiku dhe uroj të kemi ndërgjegjësuar këdo për një kontroll të paktën rutinë të bërë një herë në vit. Po. Dhe unë ju falenderoj që ju gjithmonë e keni fokusin të sëmundjet kardiovaskulare, pasi ato zëm peshën më të madhe të sëmundshmërisë, po dhe të vdekshmërisë në botë dhe në Shqipëri. Faleminderit shumë. Gjithmonë në fokusin tonë do jetë shëndeti i gjithë shikuesve shqiptar. Publiku i themi qëndroni me ne, sepse një personazh shumë interesant na bashkohet në studio, vetëm pas pak.